Për faktin që partia ime është sot pjesë e qeverisë, meritor më të mëdhenj është BMRO DPMN-ja dhe këtë qytetarët do ndim për nder për shkak të politikës saj përjashtuese, sidomos pas asaj që ndodhi me zgjedhjet lokale. Atë që ka thënë kryetari i partisë sime vazhdohet të mbes edhe unë në të njëjtat qëndrime, sepse ne kemi zgjat jetën kësaj qeverie për të marrë udhën drejt Bashkimit Evropian, gjë për cilën edhe ju ditëve të kaluara keni bërë të njëjtën gjë, sepse keni kërkuar të bëheni pjesë e qeverisë, po për të njëjtën logjik që të përmbyllet procesi eurointegrues dhe për të njëjtën gjë ju do të merrni disa ministri dhe do të votoni ndryshimet kushtetuese. Për faktin tjetër që ne gjatë gjithë kësaj kohe po japim shembuj se nga vetja jonë se çka funksionon dhe çka nuk funksionon në qeveri, kjo nuk do të thotë se jemi opozitë, por kjo nuk do të thotë se do të mbrojmë edhe ato dukuri deviante që i shohim brenda qeverisë. Arsyeja për cilën ne u bëm qeverisë ka qenë brenda një procesi shumë transparent që është bërë brenda antarëve tonë dhe ka kalu para së gjithash brenda një referendumi brenda partijak për cilën ka vendosur antarët tonë për shkak të cilës ne japim përgjegjësi. Unë e di se kjo juve nuk ju pëlqen, por fakti është i tillë. Lidhur me atë që unë nuk kam kërkuar akoma nga Këshilli Gjyqësor dhe ai prokuroral të kem takime dhe kërkoj përgjegjësi për faktin e Ramiz Merkos në Strug, ju e dini më mirë se unë se ato nuk përgjigjen para meje, por përgjigjen para Kuvendit Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe unë momentin e parë që ato do të kenë raport për atë nga kontrolli që do të bëhet dhe mbikëqyrja në komunën e Strugës, në gjykatën themelore Strug, atëherë dhe unë do të kem takim dhe do të ketë qëndrim për asnjë fjalë.